Kapet në flagrancë dhe vihet në pranga një shtetas që shiste doza kokaine në zona të ndryshme të qytetit, sekuestrojnë një sasi lëndë e dyshuar narkotike, kokainë dhe mjeti që përdorte i arrestuari për këtë veprimtari kriminale. Seksioni për hetimin e narkotikëve në drejtorinë vendore të policisë Gjirokastër, në vijim të punës për goditjen e veprimtarive kriminale në fushën e narkotikëve, ka siguruar informacion për një rast të shitjes së dozave të kokainës në qytet. Për goditjen e këtij rasti në bashkëpunim me sektorin operacional, u organizua dhe finalizua operacioni policor i koduar The Remaining, si rezultati të cilit u arrestua në flagrancë shtetasi me iniciale VR, 42 vjeç, banues në fshatin Goranzi, në Dropull, për veprën penale, prodhimi dhe shitja e narkotikëve. Gjatë operacionit në aksin rrugor Gjirokastër Kakavi, në afërsi të fshatit Goranzi, shërbimet e policisë kanë lokalizuar dhe ndaluar automjetin me drejtues shtetasi me iniciale VR. Gjatë kontrollit fizik, këtij shetasi u gjet një sasi lëndë e dyshuar narkotike kokainë, që dyshohet se e posedonte me qëllim shitje në doza. Nga hetimet ka rezultuar se ky shtetas, pasi siguronte lëndë narkotike, ndante në doza, të cilat i shiste në zona të ndryshme të qytetit të Gjirokastrës. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme.